Faleminderit zonja Ismaili, zoti Koreshje ka kërkuar fjalën për pyetje. Vetëm se do t'ju lutesha jo pyetje shumë ndërlikuara. Unë bëj drejtorit me që e kishe shumë teknike dhe ne bën një përshkrim shumë teknik. Ne ignorantë jemi do na zbërthet të teknicien. Ignorantë në kuptimin e teknikës, teknikave europiane. Edhe unë jam interesuar nga ana teknike të mësoj diçka më tepër, po me pyetje të thjeshta, siç ditë ti bësh pyetje. Tani faleminderit i nderuar drejtor. Toni, me ty kam pyetje në fund fare, po se më suggestionoja pjesa e ekonomisë gjelbër dhe po në fund do të bëhet të pyetjen. Tani ideja është Europë. Mos thuaj fal lutem se po të ndërpresje do e lidhish me lushin punën e ekonomisë gjelbër. Jo, ne nuk kam para atje, vetëm kështu jonç kemi. Tani është tharë, ne tham për mytjet, po Europa theti i nderuar drejtor, mund kujtoj marr një sekuencë nga fjalimi im i dieshëm, po normalisht nuk pretendoj që e keni dëgjuar se gjithë këto marrëveshje keni sjellë sot normalisht ka kërkuar një punë të madhe, sakrificë që të orë pa gjumë për të relatuar dhe nuk besoj, po në kujtojt dikur një komedie e stradës Tiranës, me ndjen Koço de Vole që kur erdhën këta europianët në të fillim, që do bëte diskutimin për të arritur pyetja. Edhe po flisin europianët, s'po kuptonin ata të shkretët. Fshatarët e shkretët i thotë, ç'a thot? Edhe Koço si me zgjuri që i thotë që rakia bëhet nga rushi. Ua, thanë ata Europë. Edhe vazhdoi ai dhe prapë pyesin ata, po ç'a po thot? Rushi bëhet nga ardhia. Europë. Bravo Europa. E po se ka dëgjuar se kishte duke përgatitur. Jo, s'po kam me tonin, kam me drejtorin. Ti e diun që dëgjove. Se masi për emisionin Peppa Pig, marrove këtë. Po, edhe tjetra, pyetja e tretë ishte, thot, ç'a po thot? Thot, doni lek, thot. Doni ne lek? Dum, thënë, ata për jetë si merrni. Mi po ti na the që do ketë shumë programe, këto projekte, do na mësoj këtu, do jetë që me emancipojmë atje, se kuptohet, do thash ç'a teknike do ishte kjo, po në vetë, a përshkruan të kjo Europa mënyrën se si kryetari ku vende për shembull interpretohet rregullore, do ketë pjesë këto, sepse ishte një strukturë kur ti thej që do na mësojnë për atë kushtetutën. E kupton se ka dalë, ne ishim gjithë na deri në 3 atje, edhe pse kishte firmos kryetari ku vendit, ne s'dinim gjë për urdhë. Na iluminoi sot mëngjes ku ishim gjumë. U të quaj, për momentin, administrata. To teknika legislative janë dhe në Europë. Do me thënë, Europa ja ka mësuar kuvendit tonë, sepse thej që bie 36 institucione shqiptare, që në Europa do t'i mësoj, se do hymë atje në Europë, në këtë lloj tekniko-taktike hymë në Europë. E dyta, pjesëmarrjet e deri tanishme, pavarësisht gjithë këtyre firmosë, këtyre traktate kaq të rëndësishme, kanë qenë suksesshme. Na thojnë një sukses kaq të madh. Që ne këtu në Shqipëri s'na ka ardhur ne të opozitës, nuk sukses kaq i madh që është bërë me këtë Europën në këto traktate. E dyta thoni financimin 3.6 milion euro, se keni një marrëveshje që do financoj 3.6 milion. Do përfundojnë si të puna atyre 10 milion euro çokoladat e akshit, të financimet e BE-s, që u blokuan. Su blokuan financimet BE-s. Si ato fondet i parë që përfundon të Zoja Hora që u blokuan, apo si ato darkat e drekat e Ilie Beqës që u blokuan. Të shi, ky 3.6 milion euro, ka garanci Europa se do vjen atje në destinacion të Europës, se do tjetë i thamne. Se pikërisht kjo pika treta saj që fola unë të fjalimi im është nuk tha për t'i rrujt lekët. Deri tani ata i kanë çurë Europë, firmosëm dhe i pardine, po ngecën rrugës, ngecën aeroplan. Tani këto 3.6, këto kaq projekte kaq madhore. Dhe e treta, e fundit fare, Ulçi që mos dvonojën ty se je dhe pa gjumë, që të vesh flesh, jo, kam fjalën. Është ekonomia e gjelbër. O Toni,
Të lutem, mos e du të eliminoj, se dhe ne fshatarët tu në bëjmë një panel djellore, kuptoni. Këtë që një fshatarit marrë një panel djellore që ka edhe qovë dhe për da vënë shpit vetë. Nuk po flasim për këto fotovoltaik të jo të mëdha, se s'kemi takat në këto. Po këtë me që Europa në mësoka për ekonomi, gjelbër, hapka këto tregje, gjithë ditë në marrë leksione, a maner me gjeni një katunar, një të lodhë, një halëgji që qonë projekte dhe pas ka marrë gjithë këto ekonomi gjelbër të fotovoltaikët. Gjeni një, atë kegjen se s'nuk ngeli oligark, nuk ngeli tregjet birë tokat vjedhra e fjerë që thash pikërisht se ka ndryshur dhe zëjnë katastralet e 1.100 hektar tokë, që të dishti që me vendim 97-ës, këthimit pronave, që ullësiu e 2.000 që dhe 10.000 metrë këthesh, janë këthyrë 1.100 hektar, ullësiu e di që dhe 2.300 që nuk këthesh më shumë saj, por a i e këtheu në 97-ës e qoj vendimin e të dhe registroj. Mirë atë, po duke qenarë në fondin Ministrisë Bujqësisë, e këqire kështë edhe në përdorim të tretëve, top bestafkullaj shë ndryshur dhe zëri katastralë. Për si u ndruat nga tokë produktive në produktive? Ha, për të hap shokut oligark të marri lejem për fotovoltaik, qofse bëjmë shu. Për para drejtë Europës dhe unë, isha për në gjenet sot tokët e ullësisë, e së bërkeq. Ushtë që ti që i atjetë